Aksident tragjik në Korçë, 65 vjeçaria humbi jetën, shpallet në kërkim i riu. Një aksident i rënd ka ndodhur në Korçë, ku një 65 vjeçare ka humbur jetën pas përplasjes nga një automjet. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Bulgarec, ku shtetasi Guri Metko, 27 vjeç, ka përplasur këmbësoren SQ, e cila ka ndruar jetë në spital si pasojë plagëve të marra. Pas aksidenti, drejtuesi i automjetit është larguar nga vendi i ngjarjes, por fal një ndjekje intensive dhe angazhimit të kamerave të sigurisë, ai është identifikuar dhe shpallur në kërkim. Policia vazhdon punën për kapjen e tij. Materialet procedurale do t'i kalojnë prokurorisë për veprime të mëtejshme. Njoftimi i policisë Korçë. Përplasi me automjet një 65 vjeçare dhe u largua nga vendi i aksidentit pas ndjekjes intensive dhe kontrolleve nga policia. Identifikohet dhe shpallet në kërkim drejtuesi i automjetit, shtetasi GM, 27 vjeç, banues në Dërsnik. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor, pas kontrolleve intensive të bëra dhe angazhimit të kamerave në zonën ku ndodhi aksidenti, kanë bërë të mundur identifikimin e automjetit dhe drejtuesit të tij, cili u largua nga vendi i aksidentit. Rreth orës 17:40 në fshatin Bulgarec, ky shtetas me automjetin që drejtonte përplasi shtetasen SQ, 65 vjeç, këmbësore, e cila si pasojë plagëve të marra ka ndruar jetë në spital. Vijon puna për kapjen e 27 vjeçarit. Materialet procedurale do t'i kalojnë prokurorisë për veprime të mëtejshme.